Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala deklaroi për mediat se qeveria miratoi vendimin për ngritjen e institutit të parë të tumoreve në Shqipëri. Kjo strukturë e re është e konceptuar sipas modeleve europiane. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Ndër të tjera, ministri deklaroi se u miratua heqja e tavanit të moshës për check-up dhe së bashku me shërbimin e dializës do të ofrohen nga shteti. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Ministria deklaroi se Instituti i Tumoreve do të ketë një buxhet të dedikuar edhe për kërkimin shkencor dhe se Shqipëria do të ketë mundësi të përfitojë fonde europiane për inovacionin, si në fushën e barnave, ashtu edhe në atë të teknologjisë.